Kosova ka nënshkruar një kontratë me prodhuesin amerikan të industrive ushtarake AM General për blerjen e sistemeve moderne të artillerisë mobile, Humvee Hawkeye. Lajmi është bërë i ditur nga ministri i detyrë i mbrojtjes EUP Maqedonci përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Sipas Maqedoncit, kontrata nuk përfshin vetëm sistemet e artillerisë, por edhe automjete moderne mbështetëse, pjesë, rezervë, shërbime mirëmbajtje si dhe trajnime të specializuara për personelin që do t'i operojë këto sisteme. Ai thekson se kjo marrëveshje shënon një fazë të re në zhvillimin e forcës së sigurisë së Kosovës, veçanërisht në rritjen e fuqisë së zjarrit dhe aftësisë për qitje në distanca të largëta. Me këtë blerje, ushtria jon po kalon në një fazë të re zhvillimi duke forcuar ndjeshëm kapacitetin mbrojtjes dhe duke ndërtuar një forcë moderne, të gatshme dhe plotësisht të ndërveprueshme me aleatët tonë strategjik. Shkruan Maqedonci duke shtuar se ky investim garanton siguri më të madhe për vendin dhe stabilitet afatgjatë në rajon. Sistemi Humvee Hawkeye është një platformë moderne e artillerisë së lëvizshme, e cila kombinon një obuz me një automjet të lehtë ushtarak Humvee. Ai karakterizohet nga lëvizshmëria e lartë, shpejtësia dhe pozicionimi dhe largimi pas sulmit, si dhe kosto relativisht të ulët mirëmbajtjeje.